Shkodra përkujtoi sot 4 dëshmorët e demokracisë të vrarë me 2 prill të vitit 1991 gjatë protestave të regjimit komunist. Ceremonia e zhvilluar pranë memorialit të tyre mblodhi familjar, përfaqësues të institucioneve dhe qytetar, të cilët nderuan sakrificat e tyre për lirinë dhe demokracinë. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili vendosi kurora me lule, ndërsa mbajti një fjalim për rëndësinë e kësaj dite në historinë e Shqipërisë. Sot jemi këtu për të shprehur nderimin ton më të thellë, mirënjohjen më të pakufishme për martirët e votës së lirë, herojtë e vërtet të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, Arben Brocin, themelues i pluralizmit dhe Partisë Demokratike, Bujar Bishanakun, aktivist i shquar, Nazmi Kryeziun, aktivist i shquar i Partisë Demokratike dhe Besnik Cekën, aktivist i shquar i kësaj partie. Por ne nderojmë gjithashtu edhe 87 qytetarë të Shkodrës që u plagosën atë ditë masakre, të cilën Shkodra nuk e kishte regjistruar ndonjëherë në kohrat e reja, në memorien e saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Ne nderojmë sot këtë ditë para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprën e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e Dobraçit. Gjatë një prononcimi për mediat, Berisha u ndal edhe tek çështja e ish kryebashkiakut të Shkodrës Bart Spahia, i cili është dërguar në SPAK, ndërsa u shpreh se ekziston një dosje për kryebashkiakun socialist Benet Beci. Shkodra është bastion i përjetshëm i vlerave të konservatorizmit, i besimit tek Zoti, tek familja, tek atë dheu. Na nderon. Zoti Spahia na nderon. Dhe shpejt qytetarët të Shkodrës do marrin vesh se kush është ai që i qeveris aty, se ç'përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Bart Spahia shkon në SPAK se ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. E vërteta është që ka një dosje të merrsisht të rëndë për Benet Becin, me të cilin e man peng Edi Rama. Por ne jemi kundër politikës pengjeve. Sot janë mbushur 34 vite nga masakra e 2 prillit të vitit 1991, ku 4 të rinj mbetën të vrarë nga regjimi monist i kohës. Kjo ngjarje u përkujtua përmes një ceremonie zyrtare nga rithemelimi i Partisë Demokratike dhe familjet e të rëndëve.